Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot është 8 dhjetor, 35 vite më parë, rreth 30 student dhe pedagog, 3 nga 10 fakultetet të Tiranës morën një rrugë pa e ditur se si do ktheheshin për asaj. Morën rrugën drejt presidencës, aty ku u takuan me kryetarin e atëhershëm të presidiumit Kuvendit Popullor dhe që pas pak muaj do bëhet e presidenti i parë i Shqipërisë Pluraliste me Ramiz Alin. Ishin këta grup studentësh cilët shkuan atje për të sjellë atë që ne të gjithë e quajmë pranvera e demokracisë shqiptare. Aty ku lini dhe ëndra e madhe pra për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Kanë kaluar 35 vjeshta që atëre dhe ja ku jemi sot prapë për të folur dhe për të reflektuar për atë ditë historike të Shqipërisë. Me mua sonde në program jam profesor Elmon Trago, Mbrëma Trago. Mbrëma. Një nga temi që ishte mbrapa lëvizjes studentëve dhe një nga 300 firmtarët e parë për atë themelimit Partisë Demokratike, e cila do të lindte 3 ditë më vonë apo në 11 dhjetor të vitit 1990. 2 pjesëmarrës në atë takim, Arben Meçe, Mbrëma Meçe. Mbrëma. Dhe Skënder Mingjozi, dhe ai studenti jetori, Mbrëma Skënder. Mbrëma. Gjithashtu kemi kënaqësinë kemi program zotin Frok Çupi, kryeredaktori i gazetës së parë të lirë shqiptare, Rindjes Demokratike, e cila do të lindte diçka më pak se një muaj më vonë në 5 janarin e vitit 1991. Frok kujtohet akoma janari ftohtë kur prisën ratë rruga e Durrësit për të marrë gazetën Rindja Demokratike. Por do doja ta filloja me ju, zoti Trago. Ja ka kaluar 35 vjet, duket sikur ka ndodhur dje. 35 pranvera. Vjeshta apo dimra? Në rafshin politik, pranveri jo, po dimër ashpër bile. Dhe me që po flasim me terma stinor, kur mori vesh nga mërgimi Ismail Kadareja, se kishte i larguar nga Shqipëria, shpalljen e Partisë Demokratike, po ato ditë kjo është thënë edhe në për librat që janë shkruar nga kolegët e tjerë, sa lulja qeli në dimër, tha Ismaili. Kishte pak ironi brenda? Ndoshta edhe mund të ketë patur ironi, por fakti ishte ky, por unë desha të shtoj edhe diçka tjetër, me që lidhet dhe janë të dy shkrimtarë, të dy nuk rojnë më sot, mbas disa javësh nga kjo shprehje e Ismail Kadares, unë atë periudhë, dhe Beni e di se bashkë kemi qenë, mersha shumë me degën e Tiranës, që në themelim të saj e tjerë, bile kam akoma shumë dokumenta që janë zverdhur tashi, të originalet atyre ditëve. Dhe një nga punët e para që kryem ishte, dhe kam edhe foto bile, disa i kam dhe me vete, sot, po të duash t'i shosh, organizimi një mitingu, të improvizuar të kshkallët e sot është Arena, stadiumi Qemal Stafa, që u përdorë si tribun, ku ka folur edhe kryeministri sotëm, Edi Rama. Foton e kam parasysh që duket sigurisht duke debatuar me duar, me këmbë, me Sali Berishën. Një foto. Ajo është foto që ka dalë me të ndjerin Ardian Klosi duke folë të 3. Kurse kjo që po themun është... Po më duket sigurisht asaj dite, da ja foto. Kam unë një përshtypje. Jo, nuk është asaj dite. Nuk është asaj dite, po s'kaj, desha tesha këtë titën që me qenë se mitingu ishte për njerëzit e artit, dhe kanë folë ditë me Vlan Shanaj, në shembull, persona që njifen, Recep Aliaj, Mark Topallaj e tjerë që vinin nga Kino Studia e tjerë. Por, një nga ta që shprehu dëshirën për të folur, me që ishte dhe i shkrimtarit, por së të dalë nga Burgu, dhe këto i ka përmendur më pas 20 vitesh në librin Kurani, kryeministri aktual, dhe është e vërtet. Kurbani, më falë që dhe është Kurani. Foli Kasëm, erdi të fliste Kasëm Trebeshina, sa po kështë dalë nga Burgu, dhe momentin kur e mori vesh Saliu që do vinte, Sali Berisha që ishte atë javë që do fliste Kasëm Trebeshina, dhe shoj një tuf ofezash ndaj tij dhe ajo e mori vesh, ja çuan ata që ishin rreth rrotull atje dhe u çfaq pas disa minutash, kur u çfaq thotë, ku je Kasem, thotë, mirësardhë, thashun kjo, o janë 2 Kasem, ose po marr vesh unë se ç'po bëhet, ose unë se njifja kush ishte. E nëse dhe Kasemi thotë, jo, mos u mërzit, tha shoku Sali, tha, unë nuk do ashu, tha, nuk do flas, nuk do marr pjesë fare, tha, unë do të vetëm kaq, tha. Për mua ishte shprehje lapidar, dhe ashtu nuk do. Foshnja ka lindur e vdekur, tha, mirupafshim. Dhe kështu që Foshnja su bukur, as nuk shkoj as në kopsht, as në maturë, as në universitet, as gjë. Ben, me gjitha të ne kishëm shumë entuziazm ato net.
Kishim, është e vërtet, njerëzit lexonin me që përmende gazetën pakon përpara, lexonin gazetën, unë kam parë, kam dhe foto edhe për atë dhe qanin duke lexuar gazetën. U shit 50.000 kopje. Unë kam kornizë. E tjera, bile atëri kam dhënë frokun, ndoshta se mban, për kam ca foto që bënin Armand Babani, se kisha dhe fis timin, edhe fotografë tjerë, Lan Tashe e tjerë, që ti botonim në gazet një tjetër që vini studentët gishtat këshu, në mes dhe në mes shkresherët. Kam dhe originale, bile, e tjera. Ja, edhe kjo që po të shojmë atyre ditë qytetin studenti. Kështu që është e vërtet që entuziazm ishte, por entuziazm, ajo endër e tjera, u vra keq azi, dhe unë personalisht ndihem nëse një nga më të zhgënjyerit, personalisht, nuk e di, për shumë gjera që ndodhi. Po Beni nuk dorëzohet. Meqë, entuziazm kishte shumë, edhe kaos kishte, pa tjetër, por ankthi dhe frika u dukë si kur u vra atë natë. Do të kuptoj një gjë që ngjarjet e dhjetorit në qytet studentit ishin një vazhdim i një situate tashmë gati të përgatitur në gjithë Tiranën dhe në korridoret intelektuale dhe në gjithë Shqipërinë, korridoret intelektuale. Më thënë të gjithë për përgatiteshin që të shpërthente një gjë sepse nuk ecemi në atë kohë. Konjunktura geopolitike, plus edhe situata në Shqipëri, qofte ekonomike, qofte edhe një hapje disi relative. Po, kështu që ngjarjet e dhjetorit ishin ajo kapsula që përfundimisht e shpërthyen situatën. Natyrisht, emocionet asaj dite në mënyrë posaçme të vajtjes tek Ramxhalia janë emocionet cilat nuk shiten nga mendja, sepse hipjen në autobus dhe shoqërimi nga gjitha ajo turme e madhe njerëzish. Ne sa ishim 30-35 veta, shkonim drejt panjorës, se sot mund të flasim për atë ditë, atje ku po shkonim ne ishte absolutisht e panjorë. Bile, në qoftë se ne kishim guxim, ndoshta edhe të përgatitur që diçka e madhe do të ndodhte, se nuk e presh të dhe një gjë të tillë, gjithë ajo masë kishte parasysh që ballafaqohesha me diktaturën. Dhe gjithë ajo masë... Dhe nuk dieshën çfarë ndodhte, shkonte aty, po... Gjithë ajo masë e kishte pyetje të jashtëzakonisht të mëdha se ku po na shpinin me ato autobus. Është një ngjarje e cila natyrisht ka emocione të jashtëzakonshme. Emocionet pastaj u transmetuan përsëri në hyrjen Pallat Brigadave, se përsëri dhe hyrja në Pallat Brigadave është një moment shumë interesant. Ndërkohë pastaj emocioni ra... Që ishte edhe ai pallati ndaluar deri atëherë. Pa diskutim, sepse natyrisht u futëm në disa korridore gati të panjohura, por kur u futëm pastaj në sallë, emocioni ra sepse u prodhua një ambient i përgatitur, psikologjikisht i menaxhueshëm prej tyre. Dhe u kurorëzua pastaj me atë vendimarrjen që çfarë doni, sepse partia përfundimisht vendosi ta lirojë. Dhe këtu pastaj kur e kemi parë më mbrapa, e kemi diskutuar edhe me Skënderin, edhe privatisht edhe kështu. Ideja që praktikisht kur ju shkuat atje të kërkoni diçka që ata kishin vendosur t'ju a jepni. Pa diskutim. Nuk ishte rrugë tjetër. Ramiz Alia tha, keni ardhur këtu po ne kemi vendosur kohë që ta lejmë pluralizmin. Shiko, ai lojti shumë për i të vërtetës, sepse gjithë materiali pastaj u transmetua dal vivo dhe ishte edhe një farë goditje ndaj spontanitetit tonë. Dhe ishte treguesi i qartë që ne që vinim atje, realisht nuk dinim përveç frymës asaj emocionit të madh dhe një dëshire të madhe për shpërthimin e pluralizmit dhe për ndryshimin e rendit politik në mënyrë posaçme, që pastaj vinin të tjerat. Por mund të them që ne gati nuk e njihni njëri tjetrin në përgjithësi. Pastaj ishin disa figura, nuk i njihni. Unë më vonë mora vesh. Unë njeh vetëm dyshen nga treshja e fakultetit. Kur u bën mbledhja, mendo tani kur u bën mbledhja dhe Zhvarcin. Kur u bën mbledhja që u caktuan personat, unë kam patur Mot Budinën në krah, kam patur përballë Ben Imamin dhe Azem Hajdari që ishte dhe natyrisht kishim një farë më pjekurie të them në krahasim me studentët dhe duhet thënë kjo që ne si pedagog ishim DC më politik, më të përgatitur, po DC po them. Dhe i them, atje mora vesh Mot Budinën, që e dija që ishte artist, mora Ben Imamin që e dija, dhe atje bëra kontaktin e parë me ta e thashë, mirë është që
këto gjëra të fillojmë ti menaxhojmë, futemi edhe një çik ne si pedagog që kjo lëvizje të orientohet mos jetë kaq spontane, sepse realisht ishte spontane. Ishte spontane? Organizimi ishte absolutisht spontan. Domethënë, ki ishte një linjë organizative, por që ishte përsëri jo një linjë organizative që operonte me individ të shpërndar në fakultete. Fakulteti ndërtimit, ku unë u implementova si pjesë e atij delegacioni, ata persona që u caktuan, nuk ishte u caktuan aty në vend, se kështu u caktuan njerëzit. Me grumbuj, më falë, dëgjoj, ti e kujton mirë. Qoftë se mund t'japim në një. Po, patjetër. Po. Në gjithë kodrat e qytetit studentit, domethënë siç është ajo pliseja që... Poshtë, të fushat. Tek fushat, ne për shembull kujtoj tek godina e djemve, qoftë se s'gaboj 17 ka qenë, po, e djemve të filologjikut. Dhe aty u mblodh ajo pjesë e fakultetit që u ndodh aty. Jo se u gjithë. Unda me fakultetet, grupe, fakultetet. Duhet dim, ishte edhe frika që punonte akoma, absolutisht ishte në fuqi frika. Do të thotë, kishte njerëz, student, ose persona që s'donin të vinin edhe t'ishin aty, sepse ç'na duhet,